Së fundi, në një postim në Facebook, avokati shqiptar Spartak Ngjela trajtoi sfidat dhe mundësitë e bashkimit të popullit shqiptar përmes krijimit të një federate të ardhshme. Ai u riktheu në kujtesë rrugtimin e shqiptarëve nga njohja e Shqipërisë si shtet në vitin 1913, kalimi në pavarësinë e Kosovës më 2008 deri tek aspirata për formimin e një shteti të tretë shqiptar në Çamëri. Mirë Ngjela ngre pyetjen se a mund të shndërrohet kjo ëndër historike në një realitet politik duke bashkuar Shqipërinë, Kosovën, Çamërinë dhe Maqedoninë e Veriut në një federatë shqiptare me mbi 9 milion banor përcjell bota sot. Në vim, shkrimi i tij plot, Shqipëria dhe shqiptarët si një popull mik dhe solid në gadishullin ilirik, gjithmonë i ka shqetësuar me frikë edhe Francën edhe Rusinë. Kjo është arsyeja që Shqipërinë e njohën si një shtet vetëm me 28.000 kilometra katror në vitin 1913, duke lënë jashtë saj edhe një Shqipëri tjetër, edhe më të madhe, Çamërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por koha erdhi dhe e solli në vitin 2008 shtetin e dytë të shqiptarisë në Europë, Kosovën, dhe tani me shqiptarëve na ka mbetur pa u formuar edhe një shtet tjetër shqiptar me 2 milion shqiptarë, Çamëria, por koha ama dihet tani se po ecën në favor të shqiptarisë. Prandaj pyetja është kjo: po mbas krijimit të shtetit të tretë shqiptar, Çamëria, a do të jemi të aftë ne shqiptarët që të formojmë shtetin ton federativ me 3 apo 4 shtete shqiptare? Sigurisht që do të krijojmë edhe ne federatën tonë, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dinë forcën e re që vetë Amerika do të marrë në Ballkan nëse do të formohet federata shqiptare me 4 shtete, Shqipëria, Kosova, Çamëria dhe Maqedonia e Veriut, të 4 shtetet sot përbën një etni shqiptare me mbi 9 milion banor,